Më ka ndru jetë babai dhe atë ditë që bëheshin veprimet që i bën xhenazët, dikush pyeti, a e ka paskryer synetlikun? Dikush tha jo. Dhe në atë moment foli dikush tjetër dhe tha, duhet i thym gishtin e madh të kamës djathtë. La ilaha illallah, Muhammed Rasulullah. Ej, Zoti i madh, alhamdulillah. Nëse i men këta njerëz, hajde t'i denoncojmë. Në polici t'i fusim në burg. Si thyet këmba gishtit të vdekur se s'është bërë sunet. Jo, po ta bëjmë sunet mas vdekjes. Ej, Zoti i madh, la ilaha illallah. Ignoranca është problem shumë i madh. Ignoranca dëmton shumë shtetin popullor. Vallaj, për Zotin.